Allahu xhaleshonu në surën Al-Baqara, ajetin 172 thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O ju që keni besuar, thirrja tjetër, hani nga të mirat që ju kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun nëse jeni që vetëm ata adhuroni. Hani nga të mirat të cilat ju kemi furnizuar. E që është fjolla me hongër prej gjërave që Allahu xhaleshonu i ka leju. Me hongër gjëra halal që dikush nuk e shikon. Thotë këto për çka ka kriju Zoti? Po ai Zoti po të kallëzon për çka? Disa i ka kriju për me hongër, disa për sene tjera. Tash dikush Zoti na ruaj, kum dëgjoj edhe në për emisionet e ke edhe substancat narkotike i arsyetoj tek po për çka i ka fol Zoti ato. Po Zoti ka fol sene Zoti ka kriju, po jo gjithat me hongër. Disa janë për diçka tjetër, diçka për diçka tjetër. E ato që janë për me hongër, ka kallëzuar cilat janë për me hongër ose cilat janë për me pi. Pra këtu po na mëson që me hongër ushqim halal, edhe me falenderu Allahun xhaleshonu për të mirat që na ka dhënë. Me hongër prej ushqimit halal. S'po thot hani ushqimet halal, s'është patjetër me hongër krejt. Ha prej ushqimeve halal. Një pjesë